Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është betuar në Kuvendin e Kosovës, ku ka premtuar se do t'jetë në shërbim të vendit. Ai ka lexuar betimin para deputetëve duke u zotuar se do t'i kryej punët me përgjegjësi. Betohem se tërë fuqinë time do t'ja kushtoj ruajtjes së pavarësisë, sovranitetit dhe integritetit territorial të Republikës së Kosovës, sigurimit të lirive dhe të drejtave njerëzore e qytetare, respektimit dhe mbrojtjes së kushtetutës dhe ligjeve, ruajtjes së paqes dhe mirëqenies së të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe me ndërgjegje e përgjegjësi do t'i kryej të gjitha detyrimet e mia. Betohem. Pak minuta para se të fillojë seanca e betimit të Hashim Thaçit si president, deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës që nuk e votuan atë, nuk morën pjesë as në këtë seancë. Deputetët që nuk morën pjesë në votimin e Thaçit për president janë Vjosa Osmani, Anton Quni, Shpëtim Bulliqi, Hatim Baxhaku dhe Adem Salihaj.